Vdiq në moshën 40 vjeçare, por kush ishte artisti i njohur shqiptar Shpat Kasapi? Ka ndruar jetë ditën e sotme këngëtari i njohur nga Maqedonia Shpat Kasapi. Ai vdiq në moshën 40 vjeçare, siç u raportua nga mediat pas një sulmi në zemër. Artisti njihet për karrierën e gjatë të ndërtuar me përplot hite e pjesëmarrje në festivale të ndryshme. Shpat Kasapi ka lindur me 1 maj 1985 në Tetov. Edukimin e nisi në shkollën fillore Liria në Tetov, e më pas ndoqi kolegjin turk Yahya Kemal në Shkup, ndërsa studimet universitare i kreu në Universitetin Fon në Shkup. Karriera e tij filloi shumë herët, ku mori pjesë në festivale për fëmijë. Suksesi i parë i madh erdhi kur fitoi çmimin e parë në festivalin Blecat 98 në Tetov në moshën 13 vjeçare. Me kalimin e viteve, ai filloi të shfaqej në konkurse më të mëdha. Për shembull, mori pjesë në festivalin Këngët e Stinës 2002 në Tiranë, ku fitoi çmim. Gjithashtu mori çmime të publikut në festivale si Nota Fest 2003 dhe Alba Fest 2003 në Shkup. Kasapi u bë një prej emrave më të njohur në skenën shqiptare prej kombinimit e stilit modern me elemente që publikut i pëlqenin së tepërmi. Disa nga këngët e tij më të njohura dhe të dashura për publikun ishin Valle Kosovare, AMDO, Dashni pa limit, Aroma e saj e të tjerë. Për shumë vite mbeti një figurë e përhershme në tregun muzikor shqiptar, jo vetëm në Maqedoni e Kosovë, por edhe me gjerë. Shpat Kasapi kishte përjetuar humbjen e babait që kur ishte vetëm 13 vjeç. Në një intervistë ai foli për momentet e vështira dhe depresionin që e preku pas humbjes dhe tha se muzika ishte ajo që i dha shpresë për të vazhduar. Donse jeta private e tij ishte ndonjëherë në qendër të vëmendjes. Raporte rreth marrëdhënieve, ndryshimet personale, për shumë madhërues ai mbeti, sidomos zëri që solli energji në skenë. E para pak muajsh i ndjeri shtendar dhe nga bashkëshortja Silvia, me të cilën ai kishte edhe një djalë.